Përshëndetje të nderuar miq, është ditë e premte, po shkojmë drejt fundjavës, një javë që u mbyll me pritshmëri për fjalimin e kryeministrit Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar dhe të qeverisë, të kabinetit që zhvilloi në pallatin e brigadave. Kryeministri konkretisht deklaroi se do të ketë një kthes në këtë mandat të katërt, që fillon nga besa, nga një manual të cilin e ta diskutojmë tani, që ai e shpërndau për deputetët, lexoi një pjesë për shikuesit. Nuk kishte ndryshime në qeveri ashtu sikur një pjesë në media mendoni se kryeministri do të bënte, as në kupolën e PS-s nuk kishte ndonjë ndryshim. Pra, me pak fjalë kryeministri tha që ka dëgjuar protestën, ka reflektuar, por theksoi se zemra e protestës nuk është më aty, flamingot kanë shtektuar, aty kanë ngelur puplat dhe zdojt e korbit. Për të analizuar të gjithë fjalimin e kryeministrit, kam ftuar avokatin Gylsen Zhdima, sikur folëm edhe ditën e djeshme. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Ju jeni pjesë e fraksionit të Reforma Reale, jeni i angazhuar, por edhe një figurë, një zë i rëndësishëm publik. Ne kemi diskutuar shpesh bashkë, pritshmëritë për këtë nga një pjesë ishin të mëdha, po për ju, ky fjalim i kryeministrit çfarë prodhoi? Përshëndetje, atëherë duhet të kemi parasysh diçka që ne e kemi thënë vazhdimisht të dëgjuesim dhe dje përsëri ne deklaruam që zoti Rama o të 6 muaj të jetë marrja e Partisë Socialiste, o 6 mujori tjetë do tjetë përsa i përket pjesë goditës të tij politike dhe me kokë ulur. Besoj e mbani mend. Pra, zoti Rama zgjodhi alternativën e parë që don të Partinë Socialiste dhe nuk don të ikë nga politika shqiptare me kokë ulur. Çfarë nuk kupton kjo gjë? Nuk kupton që zoti Rama ka një strategji, një inventar të për veten e tij si politikan bashkëngjitur Partinë Socialiste. Pra, më largohen të gjithë të tjerët nga Partia Socialiste, por zoti Rama këtë gjë nuk ka bërë. Treguesi i qartë është që Rama nuk është se ka reflektuar në aspektin politik. Jo, ka reflektuar në aspektin e rrezikut të karrierës. Që nuk kupton që zoti Rama tha unë nuk do dalë në pension, por unë politikisht do të qëndroj të jem këtu. Pra, po kërkon një kontratë të re. Pra, foli për një kontratë të re, foli me kokë të re, foli për një politikë të re, foli për një qeveri që bën ndryshime, sigurisht që do të ketë patjetër goditje, por gjithashtu foli e paralajmërime. Ju sa më përpara dhe tha që zoti Rama nuk bëri ndryshime qeverisëse. Një sekond, mos u nxitoni. Mandati i 4 dhe i parë i kësaj qeverisje formalizohet në muajin shtator, që do të thotë tani mund të mbyllet parlamenti, po derisa të hahet legjislatura tjetër, duhet pritet deri në fillim të muajit shtator, mos gaboj datën 9 apo 10 shtator, që do të thotë që zoti Rama deri në gjithë këtë kohë do të ketë reflektim, sepse që unë përveç manualit besa që ai propozoi, si jetë manuali për rinjalljen 2.0 ka bërë, ai tha që kemi tek kthesa, kemi tjetër që më lejoni ta doj me drejtuar politik Partisë Socialiste. Pikërisht sekreti është këtu, çfarë do të diskutojë zoti Rama politikisht me drejtuesit politik Partisë Socialiste? Unë mendoj mund të ndryshoj ndryshime kushtetuese, ndryshime tek harta territoriale, ndryshime në kodin zgjedhor që afati është 30 nëntor. Pra, në të gjithë të terminologjinë dhe se zoti Rama tha, ishte shumë i qartë. Çfarë ne kemi thënë? Zoti Rama tha në fund fare, unë do Partinë Socialiste,
unë do qëndroj në politikën shqiptare, unë do të jetë asnjë person që do të më marrë mua partin, por unë tani e tutje do punoj me kontrate sociale me qytetarët edhe me Partinë Socialiste. Pra, zoti Rama thot ashtjero që unë do të bëj detyrat e mia, ju bëni detyrat tuaja, por nga ana tjetër ne jemi në një fushë betejë dhe fushë eja të marrë pushtet, po kurse si Partinë Socialiste. Pra, zoti Rama takimin nuk për të bindur flamingot apo gjitha ato epitete që ka thënë gjithsej kohë. Jo, zoti Rama bëri një tekra kundrejt antarëve kryesisë, të sekretariateve, të atyre që kanë pretendim që pas Rama vjen në Partinë Socialiste. Pra, sot politikisht është vrarë trimtari ose ai i cili ose ajo e cila pretendon të marrë drejtimin e socialiste. Avokat, pra mund të thënë që fraudë të armën e Partisë Socialiste. PD, pra Salisha Edi Rama, nuk alternativë të re politike brenda këtyre subjekteve politike. Tonë ta kuptoni, si militant nga PS-ja, ky është fakt konkret. Rama tregoi që Berisha u rregullu nga krahunatan, po kontrolloi dhe po marr kontrollin në kohë reale, jo ashtu siç Berisha e bëri. Pra, Rama nuk është në aspektin sa ne themi naiv, se është dinak, naiv të lejë një lul. Pra, lul nuk ekziston në Partinë Socialiste. Lulishte sa të duash, po lul nuk ekziston në Partinë Socialiste. Që Rama besoj tek një lul tjetër në PS që ky do mbroj punën dhe kultin e Tiranës. Folur në media që mund merreshin konsiderat dhe platforma e Spiropalit, po ndoshta se kanë lexuar ai. Jo, pikrisht kjo ishte platforma që më propozua nga Spiropali. Platforma që propozoi Spiropali është platformë e kërkuar nga Edi Rama. Pra, kjo ishte kontrata e re. Ne e thashë mirë. Po kjo është kontrata e re, se Spiropali foli pikrisht me atë çfarë Edi Rama i ka kërkuar të thrasë dhe të flasë. Edi Rama mund ta pasë Spiropalin, mund largoj Spiropalin. Nuk ka rëndësi fare kjo. Rama e dha mesazhin të Spiropalit dhe Rama do të merret me Spiropalin se do prantoj platformën e re. Pra nuk e tha as Shqipëria e re, as projekti, po tha kontrata, pra tha besa, pra tha dhënie, marrëveshje, pakt për një qëndrim politik. Sot Rama tha tek qytetarët shqiptar, unë nuk largohem nga qeverisja e këtij vendit. Unë nuk largohem nga Partia Socialiste, po a jeni ju të zotë të merrni qeverisjen e vendit, provojeni, por unë nga PS-ja nuk largohem. Mesazhi ishte për Partinë Socialiste, për Flamingot, jo ju dëgjova, ai tha, ju dëgjova juve të Partisë Socialiste. Ju pash i Partisë Socialiste. Pse kjo gjë? Sepse 4 kokra kanë qenë pasdaljes së protestës mbrojtën Edi Ramën. Ku janë tjetë apo 77 deputet Partisë Socialiste që Edi Rama i ka vendosur si në listën e hapur e mbyllur? Pra Rama dha mesazh të qartë, jemi në mandatin e 4, po bëjmë kthesën e kontrolluar sepse na pret rreziku i shëndarjes dhe i shkërmoqjes. Rama besoj që i vëri një titull, besoj sot vetes në Partinë Socialiste. Unë drejtoj Partinë Socialiste. Nuk më intereson pushteti, sepse unë pisht, duke mbajtur Partinë Socialiste,
mund të komandoj pushtetin në të ardhmen edhe duke qenë nob, sepse pikërisht unë kam arritur atë që duhet të jetë. Çfarë? Historia e Partinë Socialiste. Nuk mendon se do të jetë historia e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ta i bëri ngatres në fjali kur tha Shqipëria 2030 nuk e besonte, sepse ai e di shumë mirë. Shqipëria në BE vetëm në kushtet e Bashkimit Sovjetik, kurse si kushtet aktuale të një mos transparencë dhe llogaritënie të pushtetit. Pra avokat, unë mbyll me idenë që fajin e ka administrata, qeveria do bëj përpjekje bashkë me grupin parlamentar, edhe që nuk është se ka ndonjë lëshim për protestën. Pra protesta sipas gjitha gjastave të vazhdojë, sepse nuk mori asnjë nga pikat që kërkoi. Për ligjin e zonave të mbrojtura, asaj që do ta bëjmë sipas standardeve të Bashkimit Evropian, ndërkohë që deri atëherë ligji është në fuqi. Pra nuk ka anulim projekti, fajin e ka faktin që pësën e unë dhe nuk ka njëri të më marri. Mos e për ato të tjerë, se s'ka fare kuptim. Pra, Rama tha, unë jam Partia Socialiste, unë jam Rilindje, për shkak se kam dëmtuar shumë Partinë Socialiste dhe Rilindje, tani manual me emrimin Besa që do ta materializoj nga çdo vazhdim. Tani puna është avokat që sipas gjitha gjasave çdo gjë do të vazhdojë kështu siç është nisur, por nuk e di ju a dëgjuat që ta përmendet Trumpin me emër, sepse e përmendi dhëndri i presidentit më të famshëm e tjera, po pra e futi prapë aty te bëri thjesht vetëm një referim të vogël, sepse goditje e madhe që mëri në NATO, në samitin e NATO-s, ishte shumë e qartë. Ulu në rike dhe mos lëviz. Ku ka nëse të tillë dhe mos lëvizi kryetari i shtetit duke takuar shtetet e tjera, pra kryetarët e vetë në një samit të tillë? Pse duhet ishte Rama aty? Pra ultimatumi ishte ulur aty dhe erdhi në Shqipëri. Çfarë bëri? Bëri takimin e grupit parlamentar, dha një referencë vogël dhe nuk u mor me rastin konkret. Pra tregon që edhe ai nuk mori që protestë të vazhdoj për rastin ose familjen Trump. E mori qartazi goditjen në samitin e NATO. Dhe tani po bën festë se gabim që i protestën duke bërë ato veprime qarke që bëri në festat e Partisë Punë, Partisë Socialiste për emrin e famshëm që ka ndryshuar. Pra, është tregues i qartë që zoti Rama kthesën nuk po e sepse u emocionuar për ata të cilët janë në shesh. Jo, bën kthesën sepse pikërisht është i alarmuar se në çdo moment ai bjondi, a kem ata rrezikon shumë keq. Sa të ndër pozitat. Avokat, nga ky fjalim sot, kush më i zhgënjur janë ndërkombëtarët, që ndoshta prisin dhe një rrugëzidhje, janë socialistët, apo janë protestuesit? Më të zhgënjur për mendimin tim janë që brenda Partisë Socialiste kanë ëndrrën që t'i marrin katën Ramës. Do ketë luftë jashtëzakonshme në Partinë Socialiste. Një situatë kaotike që në pamjen e parë nuk të duhet për shkak se socialistët janë mësuar me manualin e Partisë Punë shërbim, tradhti dhe vrasje. Pra do të ketë, për mendimin tim, shumë goditje, shumë tavolina që do të diskutojnë për Ramën. E vërteta është që sot çdo gjë për protestën nuk ka vlerë, se protesta e dha mesazhin. Rama është rronditur nga protesta. Rama e ka marrë mesazhin që shifrat numerike në mirë për Partinë Socialiste, natë që me mandatin e 5
të Ramën në muaj korrik për zgjedhjet lokale, dëgjuat Ramën korrik të flasë për mandatin e 5, e thënë kuptuar që 2030-ja, Shqipëria 2030 me një parti tek pull në Bashkimin Evropian nuk shkon. Sot Dylber, po ta them absolutisht, me ndërgjegje shumë të pastë, ka qenë mesazh për Partinë Socialiste, ka qenë mesazh për ata të cilët duan që të marrin ndihmën Partisë Socialiste pas Ramës. Sot të shqetësuar, konfliktual, me probleme janë brenda Partisë Socialiste, ata që kanë pretenduar. Nuk kemi më as konflikt të Partinë Demokratike, ne tutje shikosh se si do të hapet konflikti me Partinë Socialiste, sepse Aruba është hapi konflikt brenda partisë, mosmarrveshje brenda grupit parlamentar është hapur dhe kemi arrim të një deputeti, zonja Spiropali është një situatë konfliktuale me vetë, por e me Edi Ramën, sepse ajo mendon të jetë një pasase e tij, ashtu mendon ajo, ai e lejon apo jo është një muhabet tjetër. Pastaj ke një konflikt tjetër që ministrat aktual janë të parë në shumë drejtime, ish ministrat të mëparshëm duan të se vendyrë ministrave, pra jeni një situatë ku Edi Rama përpiqet që të mbajë shumë ekuilibri dhe sot ekuilibri kryesor ai për ishte pikërisht atë që unë them vazhdimisht, manualin se si do punoj brenda PS-s që të neutralizoj ose vendos paqe në disa grupe dhe grupe të cilët unë po vendos paqe të më japin një kohë të gjatë që të shikoj se si të harmonizoj brenda PS-s, sepse në fund fare në rast se zhgënjej njerëz që janë tek PS-ja, tek pushteti dhe oligarkët të cilët mua më mbështesin, sigurisht që do të kem pasoja për veten. Rama përpiqet të komandonte PS-s shumë hallka dhe shumë segmente dhe sot problemi ishte PS-ja dhe ishte kurse si protesta. Vendimet e mëdha duket se po shtyhen përshtator. Avokaton të falenderoj shumë për bisedën. Vendimet e mëdha për shtator, mos harro reformën zgjedhore shumë e rëndësishme, reformën konstituese që edhe ajo është e rëndësishme, por edhe një herë po të them, nuk ishte protesta dhe protestuesit, sepse të gjithë deputetët e Partisë Socialiste kanë pothuajse pjesë e madhe kanë nxjerrë video kundër protestuesve. Dhe ajo nuk i bën ata që po mbrojnë protestën apo reflektuan, por shifrat konkrete që i është quar Rama, sondazhet të fsheta që bëjnë partitë politike tregojnë që pas kësaj proteste që Rama mburg, Berisha mburg, Rama feru këngës Rama jepet dorëheqje, është mesazh i qartë Partia Socialiste në zgjedhjet të parakohshme nuk mund të fitoj më shumë se 70 mandate. Pra, Rama është në një situatë më të rëndë se sa, por e vërteta është që kutia e votimit e zgjedhjeve lokale nuk ton pasqyrën politike, kaq se shqiptarët në zgjedhjet lokale votojnë ndryshe dhe parlamentare ndryshe, por zhvillimet të fundit, ta themi sekretin këtu, ashtu siç e ke thënë, e mamen në korrinje 25-s të thash që shtatori 2025-2026 do të jemi të gjithë në vëmendje në gjykatën. Tani e tutje të gjithë duhet të kemi vëmendjen tonë tek gjykata kushtetuese, por duhet ta kemi një gjykatë supreme, gjykata supreme për ekonominë e vendit është pikërisht buxheti dhe mia ato që ne themi se oligarki dhe pushteti ekonomik që do të përplasje të fortë në tyrët e sot dhe pikërisht ky pushtet do të sjellë shumë kriza ndryshme, ky pushtet do të sjellë pothuajse edhe destabilitet politik për këtë muaj që cila do të zgjasë në si 2 vjeçar, sepse aty përfshihen bandat kriminale, aty do të përfshihen
segmente të ndryshme të cilët kanë të bëjnë me keq qeverisjen e këtij vendi dhe mënyrën se Rama e keq përdor administratën vazhdimisht dhe në shtator dhe nëntor dhjetor të 2020 ne do shikojmë që shqipëria do të jetë në një situatë jo të mirë fare dhe pse jo një krizë të mundshme financiare që nuk kupton jo atë që ne themi transparencën e kësaj krize, por mënyrën se si qeveria do fillojë të rrisë rrogën, që të rrisë sikletore, të bëjë ndryshime të ndryshme dhe shumë fakte të tjera, të cilë nuk është në të vërtetë shpëtimi i Shqipërisë, por është më e mirë të asaj që ne themi të shkatrimit e euros, nga ana tjetër, aspektin tërësisht politik, ne do shikojmë që shtetet që është segmenti oligarkik dhe si zhvillimit ekonomik, do të jenë për përplasje dhe patjetër për kraje dhe mbështetje. Pra, të gjithë kanë si një rrugë të detyrueshme për të shkuar dhe përqafuar, sidomos partitë opozitare, se nuk ka më çfarë kapi partia aktuale që është në pushtet. Në muajin shtator do të kesh përplasje të gjithë institucioneve me njëra tjetrën, gjyqësori, ekzekutivi, legislativi, pushteti ekonomik dhe në fund fare të gjithë do të kërkojnë edhe do të presin deri në 2027 një rekomandim dhe një proces në Bruksel. Kjo e Brukselit nuk do të jetë afat shkurtër, afat gjatë, por e si është që Brukseli do të imponojë mes ambasadës gjermane apo qeverisë gjermane, Bundestagut, disa rekomandime për politikën shqiptare. Por më them që shtatori non qartazi aktivizimi politik të gjithë subjekte politike, sepse zhvillimet do jenë më dhe më emocionale se ndryshimet kushtetuese 2008-ës. Mbajeni mend që 2008-a do të vijë me ndryshime radikale dhe do të jenë patjetër shumë të paparashikueshme për të situatës dhe të gjithë asaj energjie që Rama do të nxjerrë gjithë kësaj kohe që të përfitojë idenë e tij për Shqipërinë 2030. Avokat, të falenderoj për bisedën. Faleminderit për